Miq, do të flasim për konfliktin në lindjen e mesme që vazhdon prej ditës së shtunë me të vrarë, bilanci viktimave nga të dyja palët është rritur, ndërkohë që është rrëzuar edhe një aeroplan, një avion F-15 amerikan, siç raportojnë mediat ndërkombëtare së fundmi. Janë goditur vendet e Gjirit nga Irani me raketa, ndërkohë që në orët e fundit kishim raportime që raketat iraniane kanë ardhur deri në Europë, deri në Çipro. Por për vijimin e konfliktit, çfarë do ndodh edhe kur ka gjasta dhe si mund të mbytet, do të flasim me generalin Det Prenga. General, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje edhe ju, faleminderit për ftesën. General, jemi në Europë ka panik sepse raketat kanë ardhur deri këtej, po derisa është fuqia e tyre dhe çfarë mund të rrezikojmë për ta nisur së pari me atë që mund na prek dhe ne. Pas ditës së tretë, që nga momenti që ka filluar faza e dytë, do thosha, e operacioneve luftarake, ose thënë ndryshe në zhargonin popullor luftës, në mes Iranit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, askush nuk është i mbrojtur, i sigurt dhe i përjashtuar, veçanërisht ato vende të cilat përfshihen në rrezën e mundshme dhe të arritshme nga arsenali iranian, sidomos i raketave, që rrezja e tyre e më e largët në distancë shkon deri në 2500 kilometra. Paka shumë jemi edhe ne në kufit e kësaj arritje dhe kësaj rrezikshmërie. Në këto kushte, të gjitha vendet kanë vënë sinjalin e alarmit, masat përgatitore dhe mbrojtëse që duhet të marrin në raste të tilla për të shmangur çdo mundësi goditje që nuk e kemi gjithë në dorë ne, por të paktën për të marrë masa reaguese e reflektuese, mbrojtëse dhe informuese, sidomos për qytetarët. Pra, rrezja ne kemi bërë dhe më përpara këtë bisedë, por tani u rikthye sërish, mund na kap edhe ne 2500 kilometra, pra interkontinentale, raketat balistike, pra mund na prekin edhe ne. Po. Mund na prekin edhe ne, jemi në kufit e kësaj rrezje. Por këtu nuk duhet marrë se vetëm raketat do godasin. Këtu përfshihen edhe mënyrat e tjera të luftrave hibride që futen, gjithë njerëzit që mbështesin kauzën iraniane, që janë të shpërndarë në përbot, që Irani i ka nën kontroll ose i përgatit dhe i trajton, dhe ata mund të ndërmarrin veprime të tilla nëpërmjet formave dhe metodave të ndryshme, edhe në distanca akoma dhe më të largëta, se nuk mund të jenë vetëm raketat balistike që startojnë, fluturojnë dhe shkojnë në objektiv ose arrin të asgjësohen, nëse arsenali i vendit ku sulmohet e ka kapacitetin e nevojshëm për t'i bërë ballë një gjë të tillë. Gjithsesi pra, jemi të kërcënuar, jemi në alert dhe duhet të jemi të përgatitur për çdo rast të mundur, pasi edhe Shqipëria është pjesë, si mund të themi, e objektivit dhe ne dim se si kemi patur marrëdhëniet me Iranin dhe si ne i kemi shkëputur dhe i kemi përzënë dhe nuk kemi ambasada reciprokisht në të dy vendet, por edhe për shkak të vendosjes së një numri rreth 2-3 mijë mujahedinëve që janë në mans të Durrësit dhe kjo përbën një risk të shtuar edhe për vendin tonë. General, ju tha që duhet jemi të përgatitur, por në fakt ne kupol të hekur nuk kemi. Çfarë masash mund të marrim? Si mund të përgatitemi? Ka forma metoda nga më të ndryshmet, duke filluar nga ato modernet që vendet nuk punojnë e nuk mund të realizojnë në një ditë, por ata punojnë gjatë gjithë kohës me masa përgatitore, kur e din riskun dhe rrezikun që ju kanoset. Ne nuk i kemi bërë një gjë të tillë dhe nuk kemi kapacitetet e nevojshme për t'i bërë ballë një situate të tillë, por kemi mundësi të tjera, e para për të informuar qytetarët, e dyta për të mos përhapur panik, dhe që është më e rëndësishme e treta për masat e mundshme që ne do të përdorim në raste të tilla dhe si duhet të reagojmë. Pra edhe kjo është e domosdoshme, është e rëndësishme dhe këtë ne mund ta bëjmë, duke filluar nga strukturat
shtetërore e duke përfunduar tek kompanitë e tek çdo qytetar. Pra është i domosdoshëm, mendoj unë, informacioni, informimi se çfarë masash, kush janë rreth parë mundësitë e goditjes apo intervenimit që mund të prekin vendin ton, format dhe metodat e tyre, pasi qytetarët duhet të jenë të informuar e para për të ruajtur e për të shmangur nga këto vende që mund të ketë një gjë të tillë, por për të ofruar ndihmën e shpejtë në rast se ndodh dhe se si pastaj për të shmangur në një farë mënyre atë momentin e parë të kaosit apo të mungesës e të aftësisë për të vepruar. Sepse edhe në luftra, por edhe në fatkeqësitë natyrore, dëmi më i madh shkaktohet nga pa aftësia, mungesa e informacionit të qytetarëve për të reaguar e për të dhënë, duke filluar nga ndihmë shpejt dhe adresimi se ku njerëzit duhet të adresohen për të marrë informacion, po ku njerëzit duhet të shkojnë për të marrë ndihmën e parë dhe të specializuar, sepse edhe këtu mund të formohet kaosi, edhe mund të ketë, si mund të themi, drejtime të ndryshme ku në vend që ti vish ndihmë një qytetari apo edhe vetes ti shkakton dëme të pallogaritshme. Kjo për arsye të mungesës së informacionit, për arsye të mungesës së formimit nëpër sistemet tona të arsimimit dhe të shkollave, dhe këtë gjë në një mënyrë të përmbledhur them që duhet institucionet shtetërore ta bëjnë duke dalë shfrytzuar mediat dhe gjithë mass median në një mënyrë apo në një tjetër. Ndër më e pakta që njerëzit të informohen dhe mos të rrinë me stresin dhe panikun e frikën se çfarë do të ndodhë në çast, në moment dhe kur e kujt do të ndodhë. Për fat keq prishim edhe bunkerët, por general sa mund t'i kushtonte Shqipërisë një sistem antiraketor? Nuk po flas për kupolën e hekur, po është shumë e kushtueshme, është shumë e vështirë të mund të realizohet me buxhetin e alokuar për mbrojtjen në vendin tonë. Kjo mund të mendohet me dekada në të ardhmen, por gjithmonë investimet në mbrojtje bëhen në raport me fqinjet dhe me situatat kërcënuese që mund të kemi rreth e rrotull dhe në përfshirjen tonë si vend në operacione luftarake. Ne kemi dhënë prova si vend, si shtet, gjatë gjithë historisë tonë, që ne nuk kemi qenë agresiv dhe nuk kemi kërcënuar e as sulmuar asnjë vend. Në këto kushte masa mbrojtëse duhen marrë, por jo këtë këtij niveli e kalibri, pasi edhe kërcënimet rreth rrotull nuk janë të këtij niveli, për arsye të marrëdhënieve që kemi me shtete fqinje, për arsye të zhvillimeve të bashkëpunimit dy palësh e shumë palësh, por edhe për arsye të antarësimit në Aleancën e Atlantikut të Veriut, një aleancë politike ushtarake më e gjata dhe më e fuqishme deri në këtë moment. Ndoshta mund na prek edhe fakti që tek bordi i paqes kemi marrë përsipër që të çojmë trupa atje. Mund të prekemi edhe nga kjo se bordi sigur s'është funksionoi për të marrë vendime, por fakti që do marrim pjesë edhe ne atje për dërguar trupa. Dhe kjo na prek, pra mund të jetë pas atyre të mekut që ndodhen në Tiranë, edhe kjo apo jo? Natyrisht që ndikon kjo. Parë në këndvështrimin e marrëdhënieve diplomatike dhe të diplomacisë në tërësi ne na prek, por nuk besoj se ka ndikim më negativ se sa ajo që ne, si thush, hoqem marrëdhëniet diplomatike duke larguar ambasadat, nivelin e ambasadave mes Iranit dhe vendit tonë. Nuk besoj se ka në një zhvillim e ndikim më negativ se kaq. Kështu që në këtë kushte ne vazhdojmë të jemi në listën e të padëshiruarve për pjesën e Iranit në këtë rast, por dhe të proksive dhe të mbështetësve të Iranit. General, për të shkuar atje, si mendoni që do vazhdoj, do të zgjerohet konflikti tani në vendet e tjera të lindjes të gjirit aty, apo mund të mbyllet me vrasjen e Khameneit edhe kjo etapë? Kjo etapë është relativisht e vështirë për të dhënë përkufizime apo përfundime në lidhje me zhvillimet e mëtejshme. Sot jemi në ditën e tretë nga momenti kur ka nisur sulmi izraelito-amerikan mbi Iran,
dhe detyrimisht që fal mbështetjes që është e bashkëpunimit që ka patur Irani me Kinën dhe me Rusinë, por në veçantë me Kinën, ja ka dalë që të jetë ndryshe reagimi nga ç'ishte në qershorin e vitit të kaluar në luftën 12 ditore mes Izraelit dhe Iranit, por edhe në goditjen që bëri amerikani, kryesisht në këto sitet e programit e bërthamor. Kjo detyrimisht që do të vazhdoj, do të përpiqen të bëjnë reagime për të goditur, siç ata e kanë deklaruar, të gjitha vendet që kanë baza amerikane. Goditja, më do thosha, më e paparashikuar dhe relativisht e ashpër ishte në Dubai, Arabinë Saudite. Po ndoshta edhe për t'i bërë presion SBA-s që të ndalë sulmet. Normalisht që çdo vend kur vihet në kërcënim e në rrezik do të përdorë të gjitha format dhe metodat e mundshme dhe kapacitetet që ka në dispozicion. Në këtë kuadër edhe Irani do të përdorë me çdo mënyrë, por mendoj se kapacitetet e tij nuk janë kaq të fuqishme për të përballuar një goditje të gjatë dhe të shpërndar, po thuajse në të gjitha vendet e lindjes së mesme që janë në mbështetje të masave dhe të reagimit izraelito-amerikan. Kështu që kam një bindje që do të vijë duke u dobësuar, gjithsesi aty është e vështirë, edhe vetë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, kur është pyetur nga gazetarët, ka dhënë opsione të ndryshme, do jetë një sulm me afat kohor të shkurtër, do zgjas deri në disa ditë, por mund të jetë edhe veprim i gjatë. Natyrisht marrë në konsiderat resurset në dispozicion, si të palës amerikano-izraelite, ashtu dhe të Iranit. Kjo nuk mund të jetë e gjatë, për mendimin tim, pasi kërkon mbështetje të fuqishme mbi të gjitha, sepse çdo gjë që hidhet, raketat, cilat do qofshin këto nga ajri, nga deti dhe kudo që, ka një sasi relativisht jo të pafundme, po të kufizuar, dhe detyrimisht kjo është një nga faktet që e përbën atë pjesën që do të jetë relativisht i kufizuar, do thosha unë, në javë. Natyrisht në ditë nuk besoj se do të mbyllet, por në javë, dhe ky presion do të vijë duke ushtuar për të imponuar palën iraniane për të ulur në tavolinën e bisedimeve, në tavolinën, si mund themi, e diplomacisë, për të nënshkruar një marrëveshje dhe me pikat që janë paraqitur nga ana e palës amerikano-izraelite, që janë 3 element, të cilët hynë jo vetëm programi bërthamor, se vetëm për programin bërthamor Irani në bisedimet e zhvilluara qoftë në Doha, ashtu edhe në Zvicër, kam bindjen që ta mund të ishin rënë dakord, por pala amerikane i shtoi kërkesat në lidhur me programin e raketave balistike dhe me mbështetjen e ndalimin e mbështetjes për proxyt, siç janë organizatat terroriste Hamas, Hezbollah dhe Houthi. Këto treja ata nuk i pranuan, të treja, masa edhe kjo që ajo pjesa e mungesës së kohezionit dhe të bashkëpunimit për të ulur e për të finalizuar një marrëveshje paqe vetëm për programin bërthamor. Kjo që ajo, dhe ata jam i bindur që do të arrijnë të prekin dhe të godasin përveç mbrojtjes ajrore që ka Irani, por dhe mbi të gjitha shtratet e lëshimit të raketave, sepse ato janë më të rrezikshme si ndaj Izraelit, ashtu dhe ndaj gjithë vendeve të tjera. Pra, Izraeli me atë të famshmën dhe të vetmen në botë ajrondom rrjetën e hekur që ka, nuk ka dalë dot mban dhe nuk mund t'ja dalë që të ndaloj rënien dhe adresimin e raketave balistike. Kështu që ata kanë arritur dhe ditën e djeshme ka qenë një serie e fuqishme goditësh përsëri për të krijuar mundësinë që ata të mos kenë hapësira e mundësi për të lëshuar raketa balistike. Natyrisht dronët e format e tjera të sot janë goditur nga mëngjesi ditën e djeshme, sot janë goditur edhe Hezbollahu në Liban, pasi ata kanë shkëmbime zjarre, ka kërkuar me urgjencë Izraeli që qytetarët në zonat ku ata mendojnë se janë të vendosur, duan godasin të largohen me një herë,
për të qenë më të sigurt. Dhe kjo detyrimisht që këto organizata proxy pa çka se çfarë emërtimi kanë, ato do të mundohen të reagojnë. Kemi parë edhe në përbot, në qytetet e ndryshme, para ambasadave amerikane, izraelite, por dhe atyre iraniane, që kanë qenë edhe ata që kanë festuar, por kanë qenë edhe ata që cilët kanë protestuar dhe kanë goditur. Pra, kjo nuk përjashtohet që në të ardhmen do të ketë përsëri reagime të tilla të iniciuara nga njëra palë apo nga pala tjetër. Gjëja e mirë, them unë në këtë rast, për këtë fazë të konfliktit, mendoj se është reagimi i 3 shteteve kryesore dhe bashkimi e mbështetja që japin 3 shtetet kryesore të Bashkimit Evropian, siç janë Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania. Mbretëria e Bashkuar ka filluar lëvizjen edhe të avionëve strategjik për në zonën e konfliktit. Detyrimisht që kjo tregon mbështetjen dhe në një farë mënyrë është reagimi që kanë në mbështetje drejt për drejt, por edhe mbështetje, si mund themi, morale, pa çka se Rusia dhe Kina nga ana tjetër kanë qëndruar më në heshtje, por në mënyrë të tërthor dhe të padukshme mbështetja atyre është prezent, ka qenë dhe do të mbetet prezent. General, ku ndryshon nga rasti i Venezuelës, se në të dyja rastet u goditën krerët e shteteve, njëri u fut burg, tjetri u vra. Por në Venezuelë me rënien e Maduros gjithçka ndryshoi, kurse këtu rënja, pra vrasja e Ayatollahut nuk është se e rrëzoi regjimin. Pra, ka një lidhje tjetër që e mban më të fortë, ajo shpirtërore, fetare, pra nuk u mbyll gjithçka me atë. Unë mendoj që ndryshojnë, së pari ndryshon përbërja e popullatës, mentaliteti i tyre, eksperjenca e tyre, trashëgimia e tyre dhe historia e tyre, e të dyja vendeve. Në këtë kontekst kam bindjen që nga 79 ndikimi i Ayatollahëve që kanë ardhur në pushtet ka qenë aq i fuqishëm, por dhe aq dhe gjakatar në çështjen e besimit, por dhe të veprimit për qytetarët e vet, sa bëhet fjalë që aty nga protestat mund të jenë ekzekutuar me mira, mund të arrijë deri në 30.000 numrit e ekzekutuarve, me vrasjet nga garda revolucionare, por edhe me ekzekutimin e atyre të ndaluarve në përburgje me gjyqet e përshpejtuara. Kështu që situata atje relativisht është krejt ndryshe, krejt më e komplikuar dhe nuk mund ndodhe, sepse kanë një kushtetut të tyre që edhe kur litri i tyre shpirtëror shkon në mënyrë normale nga kjo botë, ose ekzekutohet siç ndodhi me Ayatollah Khamenei, kanë në mënyrën e drejtimit të shtetit dhe të krijimit të atij bordit vogël prej 3 vetash, ku brenda 2 ditëve pavarësisht ata janë në zi kombëtare për 40 ditë, të mund të zgjedhin liderin dhe trashëguesin e frontit. Në këtë formë do thosha, aty do të varet e do të kërkoj ditë që të mund të dobësohet pjesa e krahut fetar dhe revolucionar që është garda. Të gjitha këto duhet të dobësohen, se nuk mund të rrezohet një sistem se u vra një ministër, u vra shefi i shtabit forcat armatosura, u vra komandanti i gardës revolucionare, apo siç thuhet që janë vra rreth 40 drejtues kryesor dhe janë vra në kohë rekord. Parashikohet që brenda 1 minute janë goditur të gjitha dhe të bën përshtypje veprimi i shërbimit të fshehtë izraelito-amerikan, që kanë arritur të përcaktojnë edhe vendin se ku do të ulet Khamenei për të siguruar goditje të garantuar. Tradhti nga brenda se Më fal? Një tradhti nga brenda i ka çuar deri aty, se si radhën e parë që i kapën gjumë edhe nëpërmjet telefonave. Kjo ka funksionuar se shërbimet e fshehta nuk punojnë në një moment, në një ditë të vetme. Ato punojnë 365 ditë në vazhdimsi, përgatiten dhe në moment të caktuar kur i kërkohet, ai jep rezultat. Kështu që këto nuk mund të bëhen sa hapen mbyll sy, siç edhe strukturat ushtarake, edhe ato që godasin vazhdojnë gjatë gjithë kohës, përgatiten, trajnohen dhe jam i bindur që ky lloj operacioni luftarak apo lufte të paktën ka mbi 6 muaj që vazhdon të përgatitet për të finalizuar në këtë formë, sepse sado profesionist që ti jesh, është e pamundur që të mund të veprosh pa marrë
së pari informacionin, pra syri dhe veshi i atij që do të përgatisur për goditur, duhet jetë atje në terren, sepse situata atje ndryshon sa hape mbyll syt në të qindën e sekondës dhe ti e humbet objektivin nëse nuk ke informatorin dhe sot fal edhe teknologjisë bashkohore, në të qindën e sekondës vjen dhe dërgohet informacioni për të reaguar dhe vepruar në mënyrën e duhur e për të mos dështuar, se në një farë mënyrë është edhe dështim dhe askush nuk do ta pranonte me kënaqësi apo me dëshirë dështimin në raste të tilla. Gjithsesi, kjo situatë me Iranin është nga më të komplikuarat që kanë ndodhur ndonjëherë, do thosha, për shumë faktor e arsye, për vetë popullsinë e madhe, për vetë ndikimin e këtij regjimi tek qytetarët e vet, për vetë territorin dhe terrenin, për vetë ndikimin tek territori dhe terreni, pse SBA-ja me Izraelin hezitojnë që të futen këmbësorish pra në rrugë toksore, po kemi goditje nga lart edhe tërheqje. Luftrat në për zonat e banuara janë dhe do të mbeten pavarësisht teknologjisë pikat më kritike të zhvillimit edhe të patës sukses të saj. Në këto kushte është edhe një mësim i madh që kanë marrë amerikanët dhe do thosha gjithë bota në luftën e gjatë amerikano-vietnameze. Pra, terreni është ai që aty ku pretendon se e njeh, por nuk mund ta njohësh siç e njeh vendasi. Pra ai e njeh me gur, me shkëmb, me çdo gjë, e njeh dhe e ka në pllën të dorës dhe ditë veproj, si themin edhe çorrazi. Kurse një tjetër që veten në një terren të panjohur, pavarësisht teknologjisë që ka, është e pamundur që ai të jetë i mësuar, i ambientuar. Dhe jam i bindur që çdo pjesë ku vën këmbën ushtari në një territor të huaj, është e frikshme, e pasigurt dhe në çdo moment mund të bëhet varëmise për të. Kjo është situata, por marrë dhe parë edhe pjesën gjeografike të shtrirjes vendosjes në një sipërfaqe jashtëzakonisht të madhe, sepse është Irani si sipërfaqe nuk e di si kilometra, por mendoj se është sa 3 shtete më të mëdha të Evropës marrë së bashku. Dhe Komsia po ashtu. Dhe shtrirja në përmale dhe kodrinore është tepër e vështirë për të reaguar. Komsia po ashtu, po ky është momenti ndoshta që Izraeli mund ngrejë edhe kurdët aty, që mundet të kërkojnë shkëputjen. Apo është edhe ky moment kurdët jam i bindur që e mezi presin raste të tilla, por nuk mendoj se janë në pozitë të favorshme për ta bërë një gjë të tillë, sepse nuk ka vetëm në Iran, kurd ka edhe në Siri, por nuk arritën dot të realizonin një gjë të tillë. Mendoj se këtu luan rol edhe pjesa e mbështetjes së Turqisë, pasi edhe Turqia nuk e do një gjë të tillë dhe nuk besoj se do të kenë mundësi për të realizuar edhe ata. Gjithsesi, thirrja e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Donald Trumpi, është ajo ndihma që ne kemi dëgjuar që vazhdoni protestat se ndihma amerikane është nisur, do të vijë. Kjo është konkretisht ekzekutimi dhe realizimi i ndihmës amerikano-izraelite për të dhënë mundësinë qytetarëve të pakënaqur dhe natyrisht ka shumë në Iran për arsye të sanksioneve ndërkombëtare që e kanë lodh Iranin, që e kanë detyruar së të gjunjëzuar, do thosha, gati ekonomikisht. Jam i bindur që ata sapo të kryhet mundësia, do të reagojnë dhe vetmja mënyrë për të realizuar shembjen dhe rënien e këtij regjimi janë forcat e brendshme opozitare, reagimi masiv popullor dhe krijimi një qeverie teknike, siç drejtuesja ose presidentja e zgjedhur e forcës që është e vendosur në Francë, Maja ose djali ka pretenduar dhe djali Shau tani, edhe ai kërkon rikthimin. Edhe ata të dy palët kërkojnë, bides këta nga Franca kanë bërë një takim urgjent, kanë shpallur edhe një program me 10 pika dhe mënyrën se si këto do të realizohen nëpërmjet krijimit të një qeverie teknike 6 mujore, të ndryshoj kushtetutën dhe të krijoj kushtet për të realizuar zgjedhje të lira dhe demokratike, ku të marrin pjesë të gjithë
Dhe një nga pikat kryesore që më bëri përshtypje edhe për mua, kjo do të ishte më e veçanta, ndarja e shtetit nga feja. Dhe detyrimisht, por do të ndryshoj kushtetuta, dhe detyrimisht pastaj me zgjedhje të tjera demokratike, populli të vendosë se nga kush duan ata të qeverisen. Pra për ta mbyllur general, nuk besoni që do vinë momenti që Shtetet e Bashkuara të përdorin dhe ndërtesat përthamore që i kanë afruar andej? Që ti përdor nuk do vi momenti, por element presioni është, dhe detyrimisht kushdo që e ka këtë element presioni dhe mjetet që ka do t'i përdor për të shkuar jo në pafundësi të goditjeve, por në kohë të kufizuar dhe pas saj për të realizuar uljen në tavolinë e bisedimeve, për të realizuar qëllimet e veta që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kanë. Dhe aje dha të qartë edhe nëpërmjet pyetjes që i bën gazetarët, ne tha vërtet mund të largohemi dhe ka një kufi, por nëse sistemi dhe regjimi atje nuk bie dhe nuk ndryshon, edhe ata do të merren me programin bërthamor sa po pas 6 muajsh të marrin veten, ne do të jemi përsëri aty. Dhe detyrimisht që kjo më qartë se kaq nuk ka se si të thuhet për ata që duan ta kuptojnë. Pra, Amerika nuk do për veten e vet, por edhe për botën që programi bërthamor në Iran të avancojë për të patur një armatim bërthamor siç e kanë dhe 9 vendet e tjera. Nëse futemi pastaj në konventa ndërkombëtare dhe të drejtën që pse ti e ke dhe unë se kam, pse ty të lejo dhe mu jo. Këto pastaj janë diskutime relativisht të gjata, por që nëse unë do pyetesha do thosha që mirë do ishte të krijosh një moratorium veçanërisht për armatimin bërthamor, për vajtjen drejt asgjësimit dhe të atyre që i kanë, sepse çdo vend po shikohet që e ka dhe kërkon ta ketë si një element garancie shtesë. Ju e preket pak më lart general Rusin dhe Kinën në këtë rast. Ju është shkëputur dhe një krah pas Venezuelës edhe Irani, goditje forte edhe për aleancën e tyre. Normalisht që është goditje fort, por që ata ju është ngushtuar një pak rrezja e veprimit, nuk e kanë më aq sa ata do dëshironin, pasi kishin shkuar mendojon shumë larg krahasuar me distancat dhe interesat strategjike madhore që kanë. Pra, Izraeli është në rajon dhe Izraeli tashmë dihet që është vendosur në vitin 47 aty me mbështetjen amerikane dhe vazhdon të qëndrojë me mbështetjen e pakursyr të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në këto kushte, interesat strategjike më shumë se preken të Izraelit e nëpërmjet saj dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk preken të Kinës, marrë në çdo aspekt geostrategjik. Kështu që jam i bindur që secili shtet i fuqishëm kërkon të mbajë rrezikun sa më larg të jetë mundur. Dhe kjo sa më larg të jetë mundur, detyrimisht që secili kërkon të shtrihet sa më shumë, por që shtrihet deri në ato momente që jo si në demokraci që lirit dhe drejtet e mia shtrihen aq gjatë sa nuk cënojnë tuhet, kurse këtu shtrihen aq gjatë sa nuk ka reagim nga pala përballë. Kur të ketë reagim dhe veprim konkret luftarak, atëherë detyrimisht që janë të detyruar të stopojnë ose të tërhiqen. General, të falenderoj shumë për shpjegimet, për analizën tuaj, për zbërthimin e kësaj çështje, për ta bërë sa më të kuptueshme edhe këtu tek ne. Faleminderit juve.